tek studio e motrës. Ky është outfiti i ditës për sot. Rrugica e Korçës, tani po momenti. Hello! Hello! Marr malli për mua apo jo? Mirëmëngjes nga dita tjetër. Sot është e hënë, do takoj shoqen time Aleksian dhe jam duke bërë pak make-up tani shpejt e shpejt. Ka dal pak diell sot, megjithatë këtu është goxha ftohtë në krahasim me Tiranën, kështu që do vesh një pellush të ngrohtë dhe të dalim të pimi kafe, të flasim sepse na ka marrë malli. Flokët i kam kapur sot, se që thash dje kam marruar syzet e diellit, nuk e di se si do dal pas syze. Tani unë nuk e kam iden sepse unë e kam marrë laptopin, unë të gjitha këto pjesët do t'i editoj pasi të kthehem, sepse e kisha vendosur që këto ditë do ishe një lloj pushimi total, pra asnjë lloj pune, pra këto përfshihet edhe editimi, thjesht do krijoj, do xhiroj sa më shumë tjetë e mundur, por nuk do postoj asgjë. Këto flokët e mia sot nuk e kam formën më të mirë, se këto baluket nuk janë shumë të bindura, nuk e di pse. Po vendos shumë pak blash. Më pëlqen shumë lëkura këto kohë me këto skincare të reja dhe dje kam ngrënë pafund, nuk e keni iden sa shumë kam ngrënë. Edhe ja kam vënë vetes detyrë që këto ditë në vazhdim ta reduktoj pak të ngrënës, se nuk e keni iden domethënë sa shumë kam ngrënë dje. Këtu jam tek dhoma ime, tek studioja ime, që tashmë është gati studioja e babit. Dolëm edhe nga zbukurimi i qytetit, pam dritat, nuk është se kishin bërë ndonjë ndryshim nga vitet e kaluara. Pra ishin të njëjtat zbukurime, prisja pak më shumë, gjithsesi unë do preferoja që çdo vit, çdo qytet të kishte specifika të ndryshme, pra të kishte një ndryshim, sepse edhe gjithmonë njësoj nuk është se të bën më përshtypje. Lip glossin. Tani flokët duken pak më të errta, sepse nuk e kam lar flokun nga dita që i kam lyer. Pra, sot është dita e dytë, sot në darkë do ta laj kokën, sepse normal ajo shkarkon. Dhe nëse ti e lan menjëherë sapo i lyen, zero se nuk e ke lyer fare, nuk mban fare boja. Më ka ndodhur disa herë dhe tani gjithmonë që i lyej, mundohem që të paktën 48 orë të mos ta laj flokun. Dhe kam mbajtur kështu, prandaj sot e kapa që kur të kthehem në darkë të laj flokun edhe të jetë bërë koha e nevojshme. Kështu pra, kaq është dhe make-upi. Do me vesh këtë pellushin e madh, shikoni pak sa i madh është, sa i bukur, ka këto mangët kështu. E kam lënë këtu. Do e vesh tani, sepse s'kam ndërmend që ta marr në Tiranë, se s'kam ku ta vesh në Tiranë atë. Edhe se di nëse do gjej një palë syze, nëse s'do gjej, do dalim pas syze, do bëjmë si do bëjmë tani 3 ditë. Dhe isha e sigurt që kisha haruar diçka. Po kur pash që ishin syzet, më ra pikat, pak në të kisha haruar diçka tjetër, që mund ta ketë motra këtu, që mund ta ketë mami, por jo, duhet ta haroja syzet. Nejse. Jam gati, mezi po pres që të takoj Aleksian. Jam shumë e lumtur, më ka marrë shumë malli. Kështu që, dalim. Kam hyrë në rrugicat e Korçës tani për momentin dhe është një ndjesi shumë e çuditshme. Kjo është hera ime e parë që unë ri të paktën 4 ditë që kur kam ikur në Tiranë, sepse gjithmonë kam ardhur një ditë dhe kam ikur ditën tjetër. Edhe kam këtë ndjesin tani që ecën në rrugica. Sikur këtu është shtëpia ime, por nuk është plotësisht shtëpia ime. Ndërkohë që në Tiranë kam të njëjtën ndjesi. Ka raste që ndjem shumë mirë, sikur jam në shtëpi. Po nxitoj tani dhe me po merr fryma. Dhe ka raste që më duket sikur nuk jam në shtëpi, dua të kthehem këtu. Ndërkohë që kur jam këtu, e ndjej si detyrim që duhet të shkoj atje, sepse po më presin punët atje. Besoj se ma kuptoni pak atë ndjesi, nuk arrit ta shpjegoj dot me fjalë.
Më vjen shumë keq për Korçën që është e zbrazët. Alo, jam fix para e Belit. Këtu te life jam, do kaloj rrugën. Ajde, lopi. Se më është shoqja ime. Ajo që më vjen keq për Korçën është që çdo ditë është edhe më shumë bosh. Domethënë pavarësisht se tani është muaj festiv, ka shumë gjallëri, ka shumë njerëz, sepse njerëzit vinë, prap është bosh në përgjithësi, pra ditët e tjera. Cip kësës këtu cip, sa e bukur cupa! Ja, sa e bukur që janë. Ne sa po dolëm tani, jam me motrën, jam pak e lodhur të të drejtën, sepse dhe dje ishim gjithë ditën poshtë e lartë, kur i thonë, edhe sot sa po erdha u çlodha pak, hëngra pak, e tani do dalim të pim dhe në kafe. Unë sa po jam bërë gati, në fakt nuk e ndryshova outfitin, thjesht rregullova pak make-upin, edhe tani në orën 7 e kemi lënë do takohemi me Albën, do shkoj të takoj, nuk e di se ku do të shkojmë, nuk e kemi vendosur, gjithsesi unë do t'ju marr me vete, do t'ju tregoj pak, edhe kështu. Outfitin nuk e ndryshova, sepse jam rehat edhe doja të isha shumë komode, plus që unë 3 ditë jam këtu, kështu që nuk është se kam marrë shumë rroba me vete, dhe thash okay, po ri kështu siç jam, thjesht rregullova shumë pak make-upin, sepse normale kisha bërë që në mëngjes. Do dalim, do kthehemi dhe thjesht do dua të pushoj pak, kështu që besoj do t'ju tregoj dhe pak kur të dal tani me Albën dhe do të shihemi nesër. Hello. Hello. Ne kaluam shumë bukur sot. Ne gjithmonë kalojmë shumë bukur. Po. Me gishtin tim njerëz. Përshëndetje, zyrtarisht nga dita tjetër, kam dalë para dite për një kafe me Aleksian, se që shikoni tani jam pa make-up, pa rregulluar flokët, sepse do t'ja le motrës në dorëzim, jemi këtu tek studioja e motrës, ky është outfiti i ditës për sot, me pellush, sepse këtu është shumë ftohtë, nuk e keni idenë sa ftohtë që është, ose ndoshta më duket mua se jam mësuar në Tiranë. Edhe do bëjmë vetullat fillimisht, besoj se do t'i bëj laminim, ha? Do t'i bëjmë laminim? Pastrim laminim se më jam bërë skandal, kam që për ditëlindje nuk e kam prekur. Edhe do bëjmë një make-up shumë të bukur, të bëjmë ca foto, ca video të bukura, do t'ja u tregoj dhe ju këtu në kanal Instagram në motrës, do t'ja u lej këtu anash, edhe do shihemi pak më vonë. Me gjej, tani do fillojmë make-upin. Nuk do të më shohin kamarier, në të kitre tursi. Telefon. Alo? Përshëndetje, si je? Bliku do? Të lutem do ma lesh të agjencia, se duhet të kalojmë pas dite që ta marrë, se tani nuk jam për momentin aty. Faleminderit shumë. Atëherë, sot kemi menduar të bëjmë lukun e Kylie. T'ja u lej këtu anash, edhe është shumë virale, e kemi parë kodo dhe vendosim që ta bëjmë dhe tek unë. Do mundojmë të përshtasim pak dhe vlogët, tani maj sa mundësi ne kemi, se normal. Deri tani dukemi kështu.
Kështu duket edhe përfundimi, flokët I kemi kapur kështu pak të çrregullta. Mua më pëlqen shumë make-upi se si ka dalë. Sepse unë I kam pak të shkurtra baluket, edhe në qoftë se do t'i bëja onde do dukeshin keq, pra nuk merrnin fiksa të formën, edhe pse u përpoqëm që t'i bënin, po gjithsesi ideja e make-upit është ndjekur hap pas hapi, sidomos pjesa e syve kemi punuar gati një orë vetëm me syt dhe shikojeni pak se sa bukur që duket. Pra është punuar me detaje. Mirëmëngjes nga dita tjetër dhe dita ime e fundit këtu në Korç. Tani është mëngjes, ora është 10 e pak, unë sapo jam bërë gati. Flokët më kishin marrë formë shumë keq, sepse dje bëm make-upin, edhe I kapa, edhe I kisha kapur shumë çrregullt. Dhe normal që sot nuk ishin në gjendjen e tyre më të mirë, kështu që I kam sistemuar pak a shumë kështu, I kam kaluar pak baluket nga ana tjetër, duke qenë se kam veshur këtë setin. Golfi është goxha I madh, edhe kam edhe këtë pjesën e pellushit dhe duhet patjetër që t'i kisha të kapura, të sistemuara. Edhe po, dukem kështu. Sot u vesha pak më trash, sepse dje isha pak më holl, edhe të them të drejtën ka qenë shumë ftohtë. Kemi mbaruar make-upin vonë, edhe pastaj vendosëm të iknim në Pogradec të anim një darkë, edhe u kthem vonë, kështu që nuk është se kam xhiruar shumë, thjesht ju tregova pjesë nga make-upi dhe pjesën e darkës. Tani, plani për sot është ky, unë do dal tani të takoj shoqen time Aleksia, për herë të fundit, sepse pastaj nuk e takoj dot më. Nuk I diet kur do takohemi pastaj, ndoshta do shkoj unë, ndoshta do vi ajo prap, nuk e dim, kështu që do dal të takoj edhe tani Aleksian, të pim një kafe shpejt, dhe pastaj sa të takoj unë Aleksian, motra ime është duke u bërë gati, duhet të mbyllim një punë, një takim pune që motra ka, dhe do dal edhe me motrën për herë të fundit. Edhe kështu. Gjërat I kam bërë gati, po besoj se do nisem vonë sot pas dite vonë. Ndoshta do qëndroj edhe 1-2 orë me gjyshen këtu në shtëpi. Prindrit janë në punë, prandaj nuk është se ja u kam treguar shumë, sepse mami vjen gjithmonë në orën 9 të darkës, edhe babi këtë javë ka qenë turni 2 dhe ka ardhur vonë. Edhe se kemi bërë diçka, thjesht kemi bërë pak muhabet në darkë. Edhe kështu. Do doja që t'ishin pushim, që të bënim gjëra më të bukura, të dilnim bashkë, të kalonim mirë, po janë në punë deri ditën e fundit të vitit edhe nuk kemi çfarë bëjmë, prandaj unë kam dalë më së shumti me motrën, me shoqet. Dhe mund të them që këto ditë, sa kam dalë këto ditë, nuk kam dalë, nuk e di, një muaj ndoshta. Jam kënaqur, por edhe jam mërzitur pak, se normal jam mësuar me punë, edhe këto ditë kam qenë pushim, si që thash nuk kam marrë as laptopin me vete, I kisha mbyllur të gjitha punët dhe I kam lënë punët pezut kur të kthehem në Tiranë. Edhe thjesht ideja që nuk kam çfarë bëj, pra që jam pushim total, më duket shumë e çuditshme, sepse me sa duket jam mësuar çdo ditë që të kem nga një gjë për të bërë, nëse nuk kam punë merrem me shtëpinë, nëse nuk merrem me shtëpinë, merrem me një bashkëpunim tjetër, nëse nuk merrem me një bashkëpunim, shkoj diku tjetër. Por këtu kam qenë pushim total, edhe më është dukur ajo ora shumë e gjatë, sikur ecën shumë ngadalë dita, sikur nuk shtyhet dita, edhe nuk e di. Ka qenë një ndjesi shumë e çuditshme. Nëse tani do dal, sepse sapo më shkroi dhe Aleksia, edhe do t'ju tregoj dhe ju, edhe do ta mbyllim këtu ditën e fundit në Korç. Të marrë malli për mua, po jo? Po si do më marrë malli? Do vish Tiranë? Në kësmet që... Hajde, s'do vish do me thënë. Jo. Për të ardhur do vi, por të marrë berë që